Ky është shënjestra që po goditet edhe po I hiqet tull pas tulle, po I hiqen edhe derisa të vi momenti që do të unë paktën kam deklaruar që deri në fund vitit duhet të sheshohet çdo gjë këtu në Shqipëri sepse nuk mund të vazhdohet më. Por e keqja është se kemi edhe një opozitë coptume, një opozitë që nuk merr absolutisht asnjë lloj hapi, nuk ka ndonjë forcë për të bërë, s'ka kryer asnjë veprim deri më sot, nuk ka kryer asnjë veprim kundër Sorosit të paktën. Një veprim të kishte bërë kundër Sorosit që të jepte edhe një shpresë njerëzimit se tek e fundit populli syt dhe veshët I ka te opozitës. Opozita është ajo që bën ndryshimin. Mi po kur shef një opozitë flegmatike, një opozitë të paqen, një opozitë e cila njerëzit e Sorosit I kanë brenda, kur shef që nuk bëhet asnjë lloj veprimi, nëse në Hungari për shembull, supozojmë në Hungari u mor vendimi dhe u thuj që domethënë propaganda e komunizmit apo të majtës së Sorosit u barabartë me propagandën e nazizmit, të nënohet, domethënë. Kurse këtu në Shqipëri nuk është marrë asgjë, këtu janë bërë vetëm deklaratat një pas njëshme, deklaratat herpashershme, por ndonjë gjë konkrete nuk është bërë. Kështu që amerikanët, kjo është ajo pjesë tashmë që unë jam kam thënë që amerikanët janë atë dilemën se ore dakord po e heqim do kush do jetë këtu tash, kush do vi, sepse këta nuk po reagojnë. Vetë opozita nuk reagon. Tash vetëm për të bërë një cop letër Bashkisë Tiranës për t'i heq titullin qytetar deri Sorosit, këta nuk e kanë bërë, bërë kaq kohë që ja u kërkojnë që ta bëjnë, nuk e bëjnë. Nuk ka veprime konkrete, ka thjesht propagandë. Dhe në këtë situatë është kjo është ajo që kur do ta ndihmosh të tjetrin duhet veprosh. Pra nëse ti thua që unë jam në politikën e Trumpit, jam I djathtë, jam ky, jam ai, duhet veprosh. Duhet veprosh për ta ndihmuar themin, për të qenë krah ti në veprimet që bën. Në të njëjtën kohë që opozita nuk e bën këtë, nuk e ka bërë kurrë. U bën një vit që ka ardhur në pushtet Trumpi, që e djathta po triumfon nëpër Europë, do mos në Europë. Ka një luftë të ashpër, e vetmja luftë që nuk ndihet është Shqipëria. Sepse po nga Sorosi. Vazhdon politika sorosiane. Ne 35 vjet kemi ndjekur vetëm politikën sorosiane dhe këtu tash është ai ngërçi që ngelet. Dhe prandaj tashmë ata po bëjnë shmontimin, themi që po bëjnë shmontimin e kësaj. Dhe shmontimi I kësaj është qoftë edhe duke I kapur organizatat kriminale apo organizatat e drogës. Mikun e tij që I kishte në zyrë, ata e shpallën në ngrata. Kështu që janë gjithë organizatat e krimit, ata po I godasin. Mos harroni, ju kujtohet kur vajti e të dëbuar e Mosadës amerikanë, kur vajti në SPAK mas një dite, u bë grupi që u kap grupi në Durrës, apo grupet e tjera. Domethënë, këtu tash të vi 2 herë zëvendës sekretari I shtetit, vi 2 herë për brenda 10 ditëve, patjetër që ka diçka shumë të madhe, ka diçka që do ndodhi diçka, se është pamundur. Është pamundur se kur ka ardhur sa herë ka ardhur, gjëja e parë që ka bërë takimin me SPAK-un. Nuk ka takuar njëri tjetër. Në këtë rast, janë kopertur, janë si themi të humbin gjurmën. Po kjo ka takuar SPAK-un, ministrin e brendshëm, ministrin e drejtësisë. Pra thjesht ke drejtësia. Po kuptohet tash bëjnë edhe të politikën e tyre. Me këta nuk duan ta kuptojnë. Unë I shoh mediat nuk e përmendin që po prit se ka ardhur ky, e quajnë sikur është në njëri kot. Në të njëjtën kohë që ai është I caktuar për Ballkanin dhe për Europën. Ballkanin perëndimor ai e ka. Dhe këta në gjithë. Dhe merren me vazhdojnë I bien trumpetës që Rama komando SPAK-un. Si e komando Rama SPAK-un? Po si e arrestoi e mori në akuzë zëvendës kryeministër kur e komandoi Rama SPAK-un? Se janë gjëra kontradiktore që nuk ecën njëra me tjetrën. Deklaratat që bëhen me veprime që ndodhin, me ngjarje që ndodhin.
Pra ne them, Spaku është në komandë tashmë, është në bashkëpunim të plot me FBI dhe DEA amerikane. Në këtë rast, pse Edi Rama nuk e shkarkon dot Belinda Ballukun? Është i shantazhueshëm prej saj, e ka kapur ajo me përgjime apo dosje të caktuara? Çfarë e mundon Edi Rama në këtë rast që detyrohet i drejtohet gjykatës kushtetuese për të zgjedhur ngërçin me Ballukun? Atëre, çfarë detyroi Ramën që ditën e fundit vendosi që Belinda Balluku të bëhet zëvendës kryeministre, se nuk e ka pas fare në listë. Se ka pas fare. Në listë Rama nuk e ka pas Belinda Ballukun. Çfarë detyroi? Nuk kishte punë përgjimesh. Nuk është as çështje parash. Unë kam thënë, nëse Rama ditën e parë kur ju kam deklaruar, kam thënë nëse Rama do ta shkarkojë Belinda Ballukun, se ajo nuk jep tërheqjen, kam thënë do plasi lufta rrugës. E kuptoni apo se kuptoni? Nuk është çështje se Belinda bën presion për aferat, për vjedhjet, se vjedhjet dihen. Unë nuk e di se a ka ndonjë në Shqipëri që nuk di se këtu është vjedh pa hesab. Nuk di se ka njëri. Nuk se kuptoj. Kur raportet e OSBE-ut të paktën këto të fundit, i lejmë gjithë tjerë, vetëm për zgjedhje çata. Veprimi i bandave, është këtu, ai ta thotë copë, është veprimi i bandave. Bandat mbi zotrin. Po ju e merr mendja si një Kalaman Elbasan mund të marrë 20.000 vota? E zep. Është mundur? Po është mundur që Partia Socialiste në Fier, ku ishte Belinda, të marri 13 deputet sa mori, 12 sa mori? Që fitoren më të madhe, ata e kanë qytë në atë kohë kur ishte Gramoz Ruçi, ka qenë drejtues politik, kur morën 9 deputet e qytën fitore të madhe të paarritshme, të jashtëzakonshme. Nësa kjo morin 12. Si? Po mësi e mori. Atëherë, dhe unë në atë kohë kur ka dalë kjo Elbasanit, për shumë që doli me aq vota, gjithë thanë si qyshte, nuk është asgjë. Pse? Ata treguan që ne komandojmë këtu, si e ti komandojmë ne. Ne vëm këtë heqim, pra Rama i pafuqishëm në këtë pikë. Rama ka fuqi vetëm tek Soros, vetëm tek politika e tij. Kjo është politika e tij. Droga, korrupsioni, varfërimi i popullit, emigracioni, që financohet për emigracionin, financohen të. Dhe kjo është politika që bën Soros, që ka bërë në Shqipëri. Shkatrimi ekonomisë, dhe këtë politika i përlu bukur. Pastrimi parave, ku pastrohet parave përveç në Shqipërisë? Nga kanë thënë gjithë, nuk është e themi ne. Të vinë gjithë mafiosët në Shqipëri. Si është e mundur? Një nga mafiosët më të mërshëm të Italisë ka qenë në Shqipëri para 3 vjetësh. Ka hedhë para. Atëherë, ky kryeministër nuk e dite, ai ministri i brendshëm nuk e dite. Kur vendosi këtë gocën kryeministri, si ati njeri emri si e ka. Nësa si mund të vendosësh një njeri den pa marrë, ta vendosësh ti në ministrit brendshëm, pika më e fortë e shtetit. Vendosësh një ministri të jashtëm, një kalaman tjetër si Spiro Pali, që s'di asgjë. Pra pikat më nevralgjike të vendit, ky i ka ndryshuar në për kalamaj, në për pse i komandon vetë gjithë, prandaj them nuk i ka të gjithë fartës. Po fartës në kuptimin e mirëfillt fjalës, që këta nuk bëjnë absolutisht asgjë pa të. Zoti Markoçi, pam. Pa që me Belindën ky se shkarkon dot. Jo si Belindë, se si Belindë shkarkoi. Problemi që ndodh mbrapa, kush është mbrapa? Çfarë ndodh mbrapa? Lufta rrugës, u kam thënë. Dalin këta gazetarët investigativ që dalin për çdo gjë, dinë çdo gjë, pse s'flasin ai, keni pajur se kur vjen puna te Belinda bllokohen gjithë, vetëm thon Belinda tuneli, as i llafën më tepër. Keni një gjë në një që thonë që ora pse se shkarkon. Pse se shkarkon? Keni një gjë në një ta thotë, se thot asnjë. Gjithë merren se do t'i nxjerrë Ramës
këtë du t'i nxirë ata. Dozit janë të përgatitura në Amerikë. Këta ndaç ta din, ndaç mos ta din, ndaç ta bëjnë, ndaç ta harrojnë si të duan. 1000 dozë janë përgatitura në Amerikë dhe të ardhurët nuk janë përgatitur sot. Ja u kam thënë me kohë, nuk është e sotshme. Sot bëhet konfirmimi. Dhe politika amerikane ka atë që godet aty do ai. Se ne si jemi të zot ta bëjmë vetë. Se këta ju kam vu Dumani, nesër do ikë Dumani, që do bëjmë? Do vi Duman tjetër. Njësoj është aty. Dumani është administratori i Spakut. Nuk vendos Dumani dot. Se kush prokuror do ndjekë këtë dhe pse se ndoqi këtë dhe pse e ngadalsoi këtë dosje apo pse e shpejtoi këtë. Nuk e bën dot Dumani, se nuk e ka kompetencë. Këta i kanë dhënë prokurorit pavarësi totale. Dumani është administratori i Spakut përgjegjës, themi. Dhe përfaqëson Spakun në gjitha takimet që shkon e bën në një normal. Por jo se ka forcë, ka shi prokurorëve të tjerë. Përsa i përket prokurorëve të tjerë është i barabartë, Dumani dhe gjithë aty janë barabartë. Gjithse kush ka dosit e veta, ka punë e vetë. Po t'ishte kështu, FBI s'ishte fare aty. Se epoka Dumani, këto epoka këtu. Pse u kënaqën këta kur iku FBI? Gjithu këta, gjithë palët u kënaqën. Dhe ku erdhi FBI, gjithu tremën prapë. Dhe fillon pastaj të lëpinën atë që kishin deklaruar kur iku FBI. Tu fillu që ke Rama deri te i fundit. Po. Zoti Merkoçi, a mendoni si intervistë sot? Se nuk fole nga Spaku, nga gjykata. Gjithë kanë folë, pse s'doli me folë? Pse s'ta si lafen?